Dy e kanë pranuar faksin, Rama, po kështu dhe Ministri i Jashtëm, të dy kanë thënë po të njëjtën gjë praktikisht. Dhe Kryeministri Rama tha që janë bërë pyetje, dhe zoti Hoxha ndjesën ton thoshte që vendet 9 apo sa janë, thoshte ai, pra duke e lënë evazive këtë shifër, kanë bërë pyetje dhe bëjnë dhe pyetje shtesë. Po, janë shumë vend, nuk mund të themi se janë 9 apo jo, të themi të drejtën, ku të them dhe unë me informacionin që kam, sepse pyetje dhe vërejtje dhe mund që janë në formë kushtes janë në shumë vende dhe nuk e dim nëse ato janë të panegociueshme apo të negociueshme. Por është e qartë që ka shumë pakënaqësi, që ka shumë pikpyetje të ngritura për Shqipërinë nga shumë vende dhe këto pikpyetje nuk e di do të marrin dot përgjigje brenda prillit. E dyta është që ministri thotë që ne jemi eksperimenti i parë i një procesi të ri të vlerësimit. Jo, nuk është e vërtetë kjo. Kjo është një gënjeshtër që qeveria do ta përdor për të justifikuar pastaj dështimin. Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor janë pjesë të njëjtit proces vlerësimi që është rivendosur tashmë, por që marrëzia ka kaluar për shumë, apo jo? Po, patjetër. Dhe nuk mund të themi që e përdorin vetëm për Shqipërinë, sepse nuk ka asnjë arsye që të përdoret vetëm për Shqipërinë. Madje mund të themi shumë mirë që pavarësisht vlerësimit teknik që është ripar dhe me të pjesën kryesisht Francës. Dhe sot ne kemi një më shumë mbikëqyrje për procesin teknik, kemi një vullnet politik i cili e injoron vazhdimisht dhe shpeshherë procesin teknik. Vazhdon ta bëjë këtë gjë për shkak të asaj që na e thonë dhe për shkak të gjeopolitikës europiane. Dhe kjo është një lehtësi shumë e madhe. Është një lehtësi për me të cilën Edi Rama mori guximin pastaj, bashkë me Vučićin të bënë një letër dhe të thoshte shiko, neve mos na gjykoni për çfarë bëjmë në vendet tona neve, a bëjmë zgjedhje, as bëjmë zgjedhje, ka liri politike, as ka liri, ka drejtë njeriu apo jo, a vjedhim apo jo, po na gjykoni për tregun. A kemi tregun në rregull apo se kemi tregun në rregull? Apo jo, ishte letra e famshme që tregonte që u jepte leksion në Europës që edhe në vende jo demokratike mund të ketë zhvillim shumë të madh ekonomik dhe të ketë konkurrueshmëri. Gjë që përvoja e ka treguar që nuk ekziston. Megjithatë, nisma u mor për shkak të kësaj lirshmërie që krijon gjeopolitika e Bashkimit Evropian, dëshira e Bashkimit Evropian për të integruar vendet e Ballkanit Perëndimor dhe disa vende të lindjes në situatën e sotme ndërkombëtare, botërore. Flasim për Ukrainë, Moldavinë e të tjera. Kështu që nuk besoj se situata është më e vështirë, po situata është më e lehtë. Dhe ne nuk po dimë ta shfrytëzojmë as situatë më të lehtë, sepse vendimet që merr qeveria jonë janë vendime kundër Bashkimit Evropian që sjellin që devijojnë nga rruga e integrimit. Rama përmendi